Kati kontrolloja zyrat, ishin 2 zyra nën kryetarësh. Dhe ai thoshte shko lart tek drejtoria e rrugëve. Tash unë drejtoria e shërbimit publik. Rrugëve. Lart tash është kryetarja. Është zyra e kryetares, po ke edhe zyrën e kryetares. Zyra e kryetares ishte në kat dytë. Në katën e dytë. Ngjitemi lart, zgjem njëri, kthehemi prap. Aty shikojmë një tuf policash ishin bërë gardh sepse kishin marrë në aty. Me syze, pinin duhan brenda ambienteve. Interesante, bën normal çik të gjë. Në gjën bashkinë e Laçit ishte. Dhe kjo ishte e habitshme. Shtonte policia aty që na pengonte punën e. Kjo është puna jonë. Po ishin gjithë polici bashkiake apo kishte edhe polici bashkiake, sepse unë i pyeta qëllimisht, thash, më falni, kush jeni ju? Policia bashkiake. Thash unë, po, unë s'kam punë me ju, unë kaloj rrugën sepse kam punën time. S'lejohet shkoj poshtë kërkesë. Ti nuk më thot policia bashkiake mund çfarë të bëj. Pra, kërkesa për informacion që ne drejtohemi gjithmonë tek institucionet është një lloj pengese. Sigurisht, pengesa. Që ne mos marrim përgjigje. E re 6 viteve të fundit. Që mos marrim përgjigje. Aty, në ajo situatë ishte se ka një hile të madhe aty. Kërkesa për informacion është e lishme, mirë po ligjin që kanë përdorur i referohet kohës së shtypit shkruar, pra është e viteve 90. Në kohën e televizionit nuk bëhet me shkrim kërkesa. Ti kërkon në zyrën e shtypit dhe del me fytyrë ai që flet me zë dhe figurë. Patjetër, unë bile se kam cituar aty që ore nuk jam zyrë protokolli. Për të jem zyrë protokolli, edhe hajde ma nis me shkrim me e tjera me radhë. Tani, përse ishte problem kaq i madh që aty të merr një intervistë, qoftë edhe nga dikush që është informuar për atë zonë. Ndoshta kryetaria nuk e ka parë fare atë zonë, nën kryetari, apo sekretari i përgjithshëm, pra dikush aty duhet të fliste. Ata as nuk pranonin të flisnin apo thjesht ishte me mision për kryetare? Ato, shiko, padyshim që ne do të shkonim dikush mund të thoshte do flasësh me nën kryetarin, nuk do flasësh me kryetarin. Drejtuesi i institucionit e ka për detyrë të dalë të flasë për banorët, sepse nuk bësh fjalë për hallin tim personal apo për hallin të dikujt tjetër. Pra është një fshat i tërë. Nisë akuzuar për gjob një deri këtu. Po, edhe kjo mund ndodhe, në këtë vend ndodhin çuditëra. Çfarë spet nga. Por në reagimin e kryetares, zonjës Cara, nuk pati asnjë adresim për çështjen e rrugës. Pati një shkëputje totale nga incidenti me ju. Nuk dëgjoj, ua, si ndodhin këto gjëra në bashkinë time. Kjo ka qenë një reagim që unë kam qeshur pasi e kam lexuar, sepse edhe gjatë pas atij, domethënë sulmi, pas asaj situate që na ndodhi, ne kishim ato me shaka me gisht, po, qendrojnë në institucion. Ne kishim reagime të tjera. Domethënë unë personalisht vetë më shkruanin edhe njerëz të afërt të kryetares, por që i kam refuzuar. I kam refuzuar të kontaktoj, pra... Sqarohesh? Nuk ishe për sqarim aty. Domethënë ti shiko situatën edhe e gjen se çfarë sqarimi është. Dhe në momentin që këto shkruanin, nuk kryetari nuk ka qenë dieni, të lutem pse ke sulmuar, pse tani nuk ndodh që kryetari mos marrin vesh, atëherë do thotë që nuk ekziston në të bashki, ose nuk ndjen asnjë lloj përgjegjësie se çfarë po ndodh në zonën e saj, pra në atë bashki. Pra, aty kupton. Ne themi gjithmonë, tani që ne themi gjithmonë që krimi elektoral, domethënë bandat vjedhin votat e tjera. Tani banda në këtë rast në bashki doli hapur. Pra, njerëzit që i shohin në terren që bëjnë vota, i pam në bashki këtë herë. Edhe erdhën dhunshëm. Ke falën për ata pa uniforma, më pas? Ato që ishin me shapka me gisht. Domethënë që erdhën aty. Fortët e zonës. Të fortët e zonës. Tani kush i lajmëroi këto? Po. Kush i la futën bashkia ashtu një. Qëse një gazetar nuk futet dot. Po ta shikosh edhe pamjet, në momentin që unë ndalo pak ato me shapkat me gisht, është shumë pamje simpatike ajo. Dhe videon më pas kur fillojnë kamerat fluturojnë edhe të hidhen tokë. Po ndërkohë tregon arsit. Dhe në momentin që ne përshkruanim kërkesën për informacion, po ta shikosh ai shefi i policisë bashkiake rrinte aty të na vëzhgonte, pra na ruante ne se çfarë do bënim ne. Dhe në një çast e çuditshme kjo, sepse është ajo shyrja për mëkatet e bashkisë. Ajo kur rrinte shefi i policisë bashkiake. Dhe aty ishte ambienti i parë, domethënë për të parë rrugën e tjera, asfaltin, pra ishte pjesa e përparme e bashkisë. Dhe ti e shikon që aty njerëzit kush vinë, ato që do vinin. Sigurisht, dhe kanë kontrollin. Dhe policia kishte kontroll kush po vinte nga jashtë. Jam shumë i sigurt për këtë. Dhe atë çast, në momentin që do vinin këto persona, që unë nuk i pash, po shkruaja, ato mbyllën derën. Mbyllën derën dhe ato vinë dhunshëm direkt tek operatori.
Rrezot kamera, shpërndajmë baterit, nuk kishim mundësi sepse edhe unë nuk e prisja. Sigurisht. Ne njohim vendet që janë të këqija, që ka influencë të fortët, por ti ku shkon me një bashki, e di që do flasësh me një person. Po sa hajde te ku shkon me një me person galeritë që ka tru, dy para tru në kokë, ka dy klasa arsim, po themi. Dhe policia, kjo ka qenë momenti që unë e kam ndjerë veten aty pa dhe. Dhe i shikoj punojës e policisë dhe në një moment mendova që ato mund të ishin një shpresë aty në atë moment. Ata erdhën direkt te kamera. Direkt te kamera. Dhe unë çfarë fjalësh thanë këta njerëz? Gjuhën më fyese që mund të përdori njëri në rrugë. Me të bëfsha, me të ëshë? Patjetër. Çfarë doni ju këtu? Kush e ka, ata nuk pyetën që ore, kush jeni ju? Direkt sikur ne ishim një band tjetër që kishim ardhur të zaptonim bandën apo territorin e tyre, Dhe policisë kërkoja ndihmë 2 herë. Të riqja derën ato me forcë. Por kush janë këto persona që po mbyllojnë? Ka mundësi ndihmoni, kush janë këto? Tani unë visi identifikuar. Pra problemi i policisë pasaj qenë që pasaj erdhi gazetar, që unë isha i autorizuar, dhe vinin këto me shapa me gisht të pa autorizuar, dhe ishte problemi i madh se kishim ardhur ne aty, jo këto. Shumë e çuditshme kjo. I kërkova 2 herë ndihmë. Nuk më intereson. Po si më nuk intereson? Po çfarë shteti jeti? Ku, domethënë, po policinë e shtetit e telefonove? E telefonova policinë e shtetit. Shkova në komisariat. I tregova ngjarjen. Më orientoi që thoshte, shefi i komisariatit thoshte